Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Ndër shenjat e tij është edhe ringjallja e tokës. Ti e sheh tokën të thatë e të shkretë, por kur zbresim shi mbi të, ajo lëviz dhe gjallërohet. Padyshim, ai që e ngjall atë i ngjall edhe të vdekurit. Ai është vërtet i pushtetshëm për çdo gjë. Ata që i shtremborojnë në shpalljet tona nuk mund të na fshihen. Si mendoni? A është më i mirë ai që do të hidhet në zjarr, apo ai që në ditën e Kiametit do të vijë i sigurt? Bëni ç'të doni, se ai i sheh të gjitha çfarë punoni ju. Ata që e mohojnë fjalën tonë përkujtuese kur u vjen, do të dënohen në rënd. Ai është vërtet një libër i madhërueshëm. Atij nuk mund t'i afrohet gënjeshtra nga asnjëra anë. Kjo është shpallje për një të urti që meriton të gjitha lavdet. Nuk të thuhet ty, o Muhammed, asgjë përpos asaj që u është të thënë të dërguarve para teje. Në të vërtetë, Zoti yt fal shumë, por edhe dënon ashpër. Sikur ta kishim shpallur Kur'anin në një gjuhë tjetër, ata do të thoshin, as sikur vargjet e tij të ishin të kuptueshme. Vallë, pse të jetë në një gjuhë të huaj, ndërkohë që ai është arab? Thuaj, ai është udhërofyes dhe shërim për besimtarët, por ata që nuk besojnë janë të shurdhër dhe të verbër, njësoj si të thirreshin prej vendeve të largëta. Vërtet ne ja dha Musait librin, por rreth tij pati shumë mospajtime. Dhe sikur të mos ishte vendimi i Zotit tënd i dhënë më parë, për shtyerjen e gjykimit deri në ditën e Kiametit. Ata që u përçan do të gjykoheshin menjëherë. Me të vërtetë, ata dyshojnë thellë në këtë. Kush bën mirë, e bën për dobi të vet, e kush punon keq, punon në dëm të vet. Zoti yt nuk u bën padrejtësi robërve të tij. Vetëm Allahu e di se kur do të vijë ora. Kur farfruti nuk mund të dalë prej kupës së lules, dhe asnjë femër nuk mund të mbetet shtatzën, apo të lindë pa dijeninë e tij. Ditën kur ai t'i thëras njerëzit e t'u thotë, ku janë ata zota që i quanit si ortakët e mi? Ata do të përgjigjen, askush prej nesh nuk dëshmon sot se ata janë ortakët e tu. Idhujt që ata i adhuronin më parë do t'i zhgënjejnë, dhe ata do ta dinë se nuk ka më shpëtim. Njeriu nuk lodhet kur duke kërkuar të mirën, por nëse godet e keqja, ai menjëherë bie në dëshpërim dhe humb shpresën. Nëse pas fatkeqësisë ne i japim atij që të shijojë nga mirësitë tona, ai me siguri do të thotë, këtë e meritoj. Unë nuk besoj se do të vijë ora e Kiametit, por edhe nëse kthehem te Zoti im, sigurisht që ai do të më jap shpërblim më të mirë. Në të vërtetë, ne do t'i njoftojmë mohuesit për atë që kanë bërë, dhe do t'i bëjmë të shijojnë një dënim të ashpër. Kur njeriu t'i dhurojmë mirësitë tona, ai shmanget dhe na kthen kurrizin. Mirë po kur atë e godet e keqja, ai lutet gjëre gjatë. Thuaj, o Muhammed, më thoni nëse ky Kur'an është vërtet prej Allahut, dhe ju e mohoni atë. Atëherë, kush është në humbje më të madhe se ai që është në kundërshtim të hapur me të? Ne do t'u tregojmë atyre shenjat tona në hapësira toksore e qiellore, si dhe në vetvete, derisa t'u bëhet plotësisht e qartë se ai, Kur'ani, është e vërteta. Vallë, a nuk të mjafton ty që Zoti yt është dëshmuesi çdo gjëje? Vërtet ata dyshojnë në takimin me Zotin e tyre, por le ta dinë se ai ka nën kontroll çdo gjë. Ha mim, ain sin kaf. Kështu Allahu i plot fuqishmi, i urti, të frymëzon ty, o Muhammed, ashtu siç i ka frymëzuar edhe ata para teje.
Ati I përket gjithçka që gjendet në qiell dhe gjithçka që gjendet në tokë. Ai është I larti, I madhërishmi. Qiejt gati se nuk qahen nga sipër prej madhështisë së Allahut, ndërkohë që engjëjt lavdërojnë, e falenderojnë Zotin e tyre dhe kërkojnë falje për ata që janë në tokë. Me të vërtetë që Allahu është falësi dhe mëshirëploti. Allahu është mbikëqyrës mbi ata që zgjedhin mbrojtës tjetër përveç tij, ndërsa ti o Muhammed nuk je kujdestari I tyre. Dhe kështu pra ne të kemi shpallur një Kur'an në gjuhën arabe, për të paralajmëruar popullin e Mekës dhe ata rreth saj, për t'i paralajmëruar ata për ditën e cila do të vijë me siguri, kur të gjithë njerëzit do të tubohen, disa në xhennet e disa në xhennem. Sikur të donte Allahu, do t'i kishte bërë të gjithë të një besimi, por ai pranon në mëshirën e vet këtë doj, kurse mohuesit nuk kanë as mbrojtës, as ndihmës. Vallë, a mos zgjedhin ata mbrojtës tjetër përveç atij? Sigurisht, vetëm Allahu është mbrojtësi. Ai ngjall të vdekurit dhe është I fuqishëm për çdo gjë. Për çfarëdo gjëje që ju të diskutoni, fjala e fundit I përket Allahut. Ky është Allahu, Zoti im. Unë tek ai mbështetem dhe tek ai kthehem I penduar, krijuesi I qiejve dhe I tokës. Ai ju ka dhënë bashkëshorte nga vetja juaj, për t'ju shumuar, si dhe bagëti në çifte. Asgjë e askush nuk I shëmbëllen atij. Ai dëgjon të gjitha dhe I sheh të gjitha. Tek ai janë qelësat e qiejve dhe të tokës. Ai I asgjeron mjetet e jetesës kujt të doj, por edhe I apakëson kujt të doj. Vërtet ai është I gjithdijshëm për çdo gjë. Ai ka urdhëruar për ju atë fe, të cilën ta zbuloi ty o Muhammed, dhe që pati urdhëruar për Nuhun, Ibrahimin, Musain dhe Isain, duke thënë: qëndroni në fenë e drejtë dhe mos u përçani në të. Po për idhujtarët është e rëndë ajo në të cilën po I fton ti. Allahu zgjedh për këtë fe këtë doj dhe udhëzon drejt saj çdo që kthehet tek ai me pendim. Sidoqoftë, ata u përçan midis tyre prej smirës, vetëm pasi u erdhi dienia. Dhe sikur të mos kishte paraprir fjala e Zotit tënd për shtyerjen e dënimit deri në një afat të caktuar, ata do të gjykoheshin menjëherë. Edhe ata që trashëguan librin më pas, dyshojnë thellë në të. Andaj ti thiru dhe bohu këmbgulës, ashtu siç e urdhëruar. Mos I ndiq epshet e tyre dhe thuaj: unë besoj çdo libër që e ka shpallur Allahu dhe jam urdhëruar që të gjykoj drejt midis jush. Allahu është Zoti ynë dhe Zoti juaj. Veprat tona janë për ne, e veprat tuaja janë për ju. Midis nesh dhe jush nuk ka kurfar mosmarrveshjeje. Allahu do të na tuboj të gjithëve dhe tek ai do të kthehemi të gjithë. Sa për ata që polemizojnë rreth Allahut, pasi janë përgjigjur atij, arsyetimet e tyre do të jenë të pavlefshme te Zoti I tyre. Mbi ata do të bjerë zemrimi I tij e do të dënohen ashpër. Allahu është ai që e ka shpallur librin me vërtetësi dhe drejtësi. E si do ta dijë ti që ndoshta dita e Kiametit është afër? Kiametin kërkojnë ta shpejtojnë ata që nuk besojnë në të, kurse ata që besojnë kanë frikë nga ai dhe e dinë se është plotësisht I vërtet. Padyshim, ata që kundërshtojnë për ditën e Kiametit janë në një gabim shumë të madh. Allahu është I mirë me robërit e vet dhe jep begati I kujt të doj. Ai është I plot fuqishëm dhe I pushtetshëm. Atij që dëshiron shpërblimin në jetën tjetër, ne do t'i shtojmë atë, ndërsa atij që dëshiron shpërblim në këtë jetë, ne do t'i japim pjesë prej tij, por ai nuk do të ketë pjesë në jetën tjetër. A kanë ata idhuj, të cilët u kanë caktuar një fe që nuk e ka lejuar Allahu? Sikur të mos kishte qenë fjala e vendimit të mëparshëm, ata do të ishin gjykuar menjëherë.
Për keqbërësit është përgatitur një dënim i dhëmshëm. Atë ditë, ti do t'i shohësh keqbërësit se si të merrohen për atë që kanë fituar, ndërkohë që ndëshkimi ynë do t'i godas me siguri, ndërsa ata që kanë besuar dhe bërë vepra të mira, do të jenë në kopshtet e mrekullueshme të xheneteve. Ata do të kenë te Zoti i tyre çfarë të duan. Kjo është dhurata e madhe. Kështu i gëzon Allahu robërit e vet, që kanë besuar dhe që kanë bërë vepra të mira. Thua ju, për këtë nuk kërkoj kurfar shpërblimi tjetër prej jush, përveç respektit për mua, për hir të farefisnisë që kemi. Atij që bën vepër të mirë, ne do t'i shtojmë shpërblimin. Allahu me të vërtet është falës dhe mirënjohës. A thon ata, ai Muhamedi trillon gënjeshtra për Allahun. Po të donte Allahu, do ta vuloste zemrën tënde. Allahu e shkatron të pavërtetën dhe e forcon të vërtetën me fjalët e veta. Ai e di mirë çka në zemrat e tyre. Ai e pranon pendimin e robërve të vet, i fal gjunahet dhe i di të gjitha çfarë punoni ju. Ai u përgjigjet lutjeve të atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, e u jep edhe më tepër prej dhuntisë së vet. Kurse për mohuesit do të ketë dënim të ashpër. Sikur Allahu t'i shtonte mjetet e jetesës për robërit e vet, ata do ta mbushnin tokën me mbrapshti, por ai u jep me mas, sa dëshiron, sepse ai i njeh dhe i sheh mirë robërit e vet. Është ai që e zbret shiun, kur ata kanë humbur çdo shpresë, dhe përhap mëshirën e vet. Ai është mbrojtësi i vërtet dhe i denjë për falënderim. Një prej shenjave të tij është krijimi i qiejve dhe i tokës dhe i qenieve të gjalla që ka shpërndarë nëpër to. Ai është i fuqishëm t'i tuboj ata kur të doj. Çfarë do fatkeqësie që ju godet, është si pasojë e asaj që keni bërë vet. Por ai fal shumë. Në këtë tokë, ju nuk mund t'i shpëtoni atij, sepse veç Allahut nuk ka tjetër mbrojtës apo ndihmës për ju. Një prej shenjave të tij janë anijet e mëdha, që lundrojnë në det, si malet. Nëse ai do, e qetëson erën, dhe ato mbeten të palëvizshme në sipërfaqen e tij. Këtu ka shenja për çdo kënd që është i durueshëm dhe mirënjohës. Ose ai mund t'i fundos anijet për shkak të gjunajve që ata kanë bërë. Sidoqoftë, ai fal shumë. Le ta dinë ata që vënë në dyshim shenjat tona, se nuk kanë ku t'i shmangen dënimit ton. Çdo gjë që ju është dhënë juve, është vetëm kënaqësi në jetën e kësaj bote, por shpërblimi i Allahut është më i mirë dhe më i përhershëm për ata që besojnë dhe mbështeten te Zoti i tyre. Për ata që ruhen prej gjunajve të mëdha, e mbrapshtive, dhe që kur i zemron dikush, falin. Për ata që i përgjigjen thirrjes së Zotit të tyre, e falin namazin rregullisht dhe këshillohen për punët e veta me njëri tjetrin. Për ata që ndajnë lëmosh prej asaj që u kemi dhënë ne, dhe për ata që kur i godet ndonjë padrejtësi e madhe, i bëjnë qëndresë dhe marrin hak. Shpërblimi për të keqen është i njëjtë me atë të keqe. Por atë që fal dhe pajton, e pret shpërblimi i Allahut. Ai në të vërtet nuk i do të padrejtët. Për atë që përgjigjet kur i është bërë një padrejtësi, nuk ka kurfar qortimi ndaj tij. Qortim ka vetëm kundër atyre që u bëjnë keq njerëzve dhe që pa të drejtë mbjellin gatresa në tokë. Për ata ka dënim të dhëmshëm. Kushdo që duron dhe fal, ta di se në të vërtetë këto janë nga veprimet më të vërtetshme. Për atë që Allahu e shpije në humbje, nuk ka mbrojtës tjetër përveç tij. Ti do të shohësh se si keqbërësit kur ta shohin dënimin, do të thonë: a ka ndonjë rrugë për të kthyer në jetën toksore? Ti do t'i shohësh se si do të përballen me zjarrin, të për ullur nga poshtrimi, dhe duke parë tinzisht me bisht të syrit. Ata që kanë besuar do të thonë:
Me të vërtet, humbësit janë ata që kanë humbur vetveten dhe familjen e tyre në ditën e Kiametit. Me të vërtet, keqbërësit do të vuajnë një dënim të përhershëm. Ata nuk do të kenë asnjë mbrojtës që do t'i ndihmojë në vend të Allahut. Për atë që Allahu e shpije në humbje, s'ka kurfar rrugë shpëtimi. Përgjigjuni thirrjes së Zotit tuaj, para se të vijë dita në të cilën Allahu nuk e kthen më. Atë ditë, ju nuk do të keni kurfar strehimi dhe nuk do të mund të mohoni. Nëse ata të kthejnë kurrizin, dije se ne nuk të kemi dërguar ty o Muhammed, si roj për ta. Detyra jote është vetëm që të kumtosh. Kur ne e bëjmë njeriu të shijojë mëshirën tonë, ai gëzohet asaj. Por nëse atë e godet ndonjë e keqe për shkak të asaj që kanë bërë duart e tij, atëherë ai bëhet mosmirënjohës i vërtet. I Allahut është pushteti mbi qiejt dhe tokën. Ai krijon çfarë të dojë. Ai dhuron vajza kujt të dojë, e djem kujt të dojë. Disave u dhuron të dyja gjinit, djem e vajza. Këtë dojë e lë pa fëmijë. Vërtet ai është i gjithdijshëm dhe i fuqishëm. Asnjë njeriu nuk i është dhënë që Allahu t'i flas atij, përveç se me anë të frymëzimit, ose pas perdes, ose me anë të një kumtuesi, engjëlli, të dërguar me lejen e tij, për të shpallur vullnetin e tij. Vërtet ai është i lartë dhe i urtë. Dhe ashtu, siç u kemi dërguar shpallje profetëve të mëparshëm, të kemi dërguar edhe ty, Muhammed, shpallje me urdhrin dhe vullnetin tonë. Ti më parë nuk e ke ditur se çfarë është libri, e as ç'është besimi. Por atë, Kur'anin, ne e bëm dritë me anë të së cilës udhëzojmë këtë duam nga robërit tanë. Ti me të vërtet udhëzon në rrugën e drejtë, rrugën e Allahut, të cilit i përket gjithçka që ndodhet në qiell dhe gjithçka që ndodhet në tokë. Dhe vërtet tek Allahu kthehen të gjitha çështjet. Ha mim, betohem në librin e qartë. Në të vërtet, ne kemi shpallur Kur'anin në gjuhën arabe, për ta kuptuar ju. E ai është e ne në librin kryesor, i lartësuar dhe plot urtësi. Ata tërheqin për kujtimin, Kur'anin për jush, nga që jeni popull i shfrenuar. Esa profetu dërguam ne breznive të mëparshme. Por sa herë që u vinte atyre ndonjë profet, ata talleshin me të. Prandaj ne i shkatruam ata, edhe pse ishin më të fuqishëm se këta, paganët e Mekës. Kështu pra është shembulli i popujve të lashtë. Nëse ti i pyet ata, paganët Mekës, kush i ka krijuar qiejt dhe tokën, ata me siguri do të thonë, ato i ka krijuar i plot fuqishmi dhe i gjithdijshmi. I ka krijuar ai, i cili ju a ka bërë tokën djep, dhe ka krijuar për ju rrugë në të, me qëllim që të arrini atje ku synoni. Ai i cili zbret prej qiellit ujë me mas, e nëpërmjet tij ngjall tokën e vdekur. Kështu do të ngriheni edhe ju prej varreve. Ai i cili ka krijuar çifte për çdo lloj krijese dhe ka bërë anije e kafshë për mbartje, me qëllim që mbasi të hipni mbi to, ti kujtoni mirësitë e Zotit tuaj dhe të thoni: qoftë lavdëruar ai që i nënshtroi këto për ne, se vetë ne këto nuk do të mund t'i kishim nën pushtet, dhe ne me siguri do të kthehemi te Zoti ynë. Ata paganët Mekas i quajnë si pjesë të tij disa prej robërve të tij. Me të vërtet, njeriu është mohues i hapët. Vallë, prej krijesave të veta, ai të zgjedh vajza, ndërsa juve t'ju dhuroj djem. Kur ndonjëri prej tyre merr lajmin e mirë për lindjen e asaj që ja veshin të gjithëmëshirshmit, si pjesë e tij, atij nxihet fytyra dhe pikëllohet. A duan ata për Allahu një krijesë e cila rritet në zbukurime, duke veshur mëndafsh e stoli i ari, dhe e cila në ndonjë mosmarrveshje nuk mund ta mbulojë vetveten, edhe po të jetë e pastër. Ata, paganët Mekës,
I konsiderojnë femrat engjëj, të cilët janë robërit e të gjithë mëshirshmit. A mos vallë kanë qenë të pranishëm gjatë krijimit të tyre? Pohimi i tyre do të shënohet dhe ata do të përgjigjen për atë shpifje. Dhe thonë, sikur të kishte dashur i gjithë mëshirshmi, ne nuk do të kishim adhuruar ata. Ata nuk din asgjë për këtë, ata vetëm gënjejnë. Vallë, a u kemi dhënë ne atyre libër para ti, Kuranit, të cilit ata i janë përmbajtur? Jo, por ata thonë ne i kemi gjetur etërit tanë në këtë fe, dhe tashmë po i ndjekim gjurmët e tyre. Po ashtu në çdo vend që ne kemi dërguar paralajmërues para teje. Pasanikët e atij vendi thonin, ne i kemi gjetur etërit tanë në këtë fe, dhe po ndjekim gjurmët e tyre. Çdo i dërguar thoshte, po sikur unë t'ju kem sjell një fe më të ndriçuar se ajo e të parëve tuaj. Ata thonin, ne mohojmë mesazhin me të cilin jeni dërguar. Atëherë, ne u hakmerreshim kundër atyre. Prandaj shiko se si ka qenë përfundimi i fe mohuesve. Kujto kur Ibrahimi i tha të Atit dhe popullit të tij, në të vërtetë, unë ju urrej dhe s'kam të bëj fare me ato që adhuroni ju në vend të atij që më ka krijuar dhe i cili do të më udhëzojë në rrugën e drejtë. Ai e bëri këtë fjalë të përhershme te pasardhësit e tij, me qëllim që ata të kthehen vazhdimisht tek Allahu. Kurse unë i lash të kënaqen këta dhe etrit e tyre, derisa u erdhi e vërteta, Kurani, dhe i dërguari që u bëri të qarta. Por kur u erdhi e vërteta, ata thanë, kjo është magji dhe ne sigurisht që këtë nuk e besojmë. Pse ky Kur'an nuk është zbritur të ndonjë burr i shquar i këtyre dy qyteteve? Vallë, a mos janë ata që e ndajnë mëshirën e Zotit tënd? Jemi ne ata që u andajmë njerëzve mjetet e jetesës në këtë botë, duke i ngritur në shkallë disa më lart mbi të tjerët, me qëllim që disa t'u shërbejnë të tjerëve. Mëshira e Zotit tënd është më e mirë nga ajo që grumbullojnë ata. Dhe sikur njerëzit të mos bëheshin një bashkësi e tërë mohuesish, ne do t'i bënim prej argjendi çatit e shtëpive të atyre që e mohojnë të gjithë mëshirshmin, madje edhe shkallët në për të cilat ngjiten, edhe dyert e shtëpive të tyre, edhe divanet në të cilat mbështeten, dhe do t'u jepnim stoli prej ari. Por të gjitha këto janë vetëm kënaqësi të kësaj jete, kurse jeta tjetër te Zoti yt është për punë drejtët, që ruhen nga gjunahet dhe nga dënimi i Allahut. Ati që shmanget nga këshilla e të gjithëmëshirshmit, Kurani, ne do t'ja caktojmë një djallë që do t'i bëhet shok i pandashëm. Në të vërtetë, djajt i shmangin jo besimtarët nga rruga e drejtë, ndonë se ata mendojnë se janë të udhëzuar drejt. Dhe kur të vite ne, jo besimtari, do t'i thot djalli që i kishte shok, asi kur të kishte qenë largësia midis meje dhe teje, sa jo mes lindjes e perëndimit. Sa shok i keq pas ke qenë ti. Atyre do t'u thuhet, nuk do t'ju bëj dobi pendimi juve sot, sepse ju u larguat nga e vërteta dhe humbët. Me të vërtet, ju jeni pjesëtar të dënimit. Vallë, ti do t'a bësh të shurdhrin të dëgjoj, ti do t'a udhëzosh të verbrin dhe atë që është në humbje të dukshme. Edhe si kur të marrin ty, ne me siguri do të hakmerremi ndaj tyre në jetën tjetër, ose do të tregojnë atë çka u kemi premtuar atyre. Ne jemi vërtet të plot fuqishëm mbi ta. Andaj, përmbaju fort asaj që të është shpallur, sepse ti je në rrugë të drejtë. Pa dyshim që Kurani është për kujtesë për ty dhe popullin tënd, e ju do të pyeteni. Pyeti të dërguarit tanë, që i kemi nisur para teje. A mos kemi urdhëruar ne që të adhurohen zotat të tjerë përveç të gjithëmëshirshmit? Ne dërguam Musain me shenjat tona te faraoni dhe paria e tij, dhe ai tha, unë jam i dërguar i Zotit të botëve. Kur ai u solli atyre shenjat tona, ata filluan t'i përqeshin ato. Çdo shenjë që ne u tregonim atyre,
ishte më e madhe se ajo para saj. Prandaj ne I dënonim ata me ndëshkim, që të ktheheshin në rrugën e drejtë. Ata I thoshin Musait: O magjistar, lutju Zotit tënd për ne ashtu sipas beslidhjes tënde me atë, sepse ne do të kthehemi në rrugë të drejtë. Por sapo u alargonim dënimin, ata e shkelnin premtimin. Dhe faraoni I thëriste popullit të vet: O populli im, vallë, a nuk më përket mua sundimi I Egjiptit dhe I këtyre lumenjve që rridhin pranë meje? A nuk shihni? Vallë, a nuk jam unë më I mirë se ky I mirë, I cili mezi mund të shprehet? Përse nuk janë dhënë atij Byzylik Ari? Përse nuk kanë ardhur bashkë me të engjëjt? Kështu ai e mashtroi popullin e vet. Ata I u nënshtruan atij sepse ishin vërtet një popull I keq. Kur na zemruan, ne u hakmorëm ndaj tyre dhe I fundosëm të gjithë. Ne I bëm ata shembull dhe mësim për popujt e mëvonshëm. Kur u soll si shembull I biri Merjemes, Isai, populli yt, o Muhamet, menjëherë nisi të qesh, duke thënë: a janë më të mirë idhujt tan apo ai? Ata ta paraqesin këtë shembull vetëm sepse duan të grinden, nga që janë popull grindavec. Isai ishte vetëm një rob, të cilit ne I dhuruam profeci, dhe e bëm shembull për bijtë e Izraelit. Sikur të duam ne, do t'ju shkatronim dhe në vendin tuaj do të bënim engjëj që do t'ju zëvendësonin në tokë. Në të vërtetë, Isai është shenjë e orës së Kiametit, në ardhjen e të cilës mos dyshoni kurse si. Pra, ndiqmëni mua. Kjo është rruga e drejtë. Le të mos ju shmang kurse si djalli. Ai është vërtet armiku juaj I hapët. E kur Isai solli provat e qarta tha: ju kam sjell urtësinë dhe do t'ju shpjegoj disa gjëra për të cilat nuk po pajtoheni. Andaj friksojuni Allahut dhe binduni mua. Padyshim Allahu është Zoti im dhe Zoti juaj. Andaj adhuroni vetëm atë. Kjo është rruga e drejtë. E megjithatë, sektet e ndryshme patën kundërshtim midis tyre. Mjerë ata që kanë bërë padrejtësi për dënimin e ditës së dhëmshme. A mos presin ata diçka tjetër përveç orës së Kiametit, që do t'u vijë pa pritmas e pa ndier fare? Atë ditë, miqt do të bëhen armiq të njëri tjetrit, përveç atyre që kanë pasur frikë Allahun. Allahu do t'u thotë: o robrit e mi, për ju sot nuk ka frikë dhe as që do të pikëlloheni. Ju që keni besuar shpalljet tona dhe keni qenë musliman, hyni në xhennet të gëzuar, ju dhe bashkëshortet tuaja, ku do të shërbehet me pjata dhe gota prej ari. Aty do të ketë çfarë t'ju doj shpirti dhe gjithçka që të kënaq syrin, dhe atje do të qëndroni përgjithmonë. Ja, ky është xheneti që ju është dhënë në trashëgim për atë që keni bërë. Aty do të keni fruta të shumë llojshme, me të cilat do të ushqeheni. Sa për punën mbrapshtët, padyshim që ata do të qëndrojnë përherë në dënimin e xhehenemit. Ai dënim nuk do t'u lehtësohet atyre, e kurfar shpresë për shpëtim nuk do të kenë. Ne atyre nuk u bëm pa drejtësi, por ata veti bën keq vetvetes. Ata do të thrasin: o Malik, le të na vdes Zoti yt. Ndërsa ai do t'u thotë: ju do të qëndroni përherë aty. Tashmë ne ju kemi sjell të vërtetën, por shumica prej jush e urren të vërtetën. Nëse ata kurdisin kurthe, edhe ne do t'u ngrem kurthe. Vallë, a mos kujtojnë ata se ne nuk I dëgjojmë fjalët e tyre tinzare dhe bisedat e tyre të fsheta? Padyshim, ne dëgjojmë, ndërsa të dërguarit tan engjëj që janë pranë tyre shënojnë. Thua ju, o Muhammed, sikur I gjithë mëshirshmi të kishte birë, unë do të isha I pari që do të adhuroja atë. Qofti lartësuar Zoti I qiejve dhe I tokës, Zoti I fronit, nga ajo çfarë I atribojnë atij.
lëri ata të flasin marrëzi dhe le të argëtohen derisa të takojnë ditën që u është premtuar. Ai është i vetmi Zoti i vërtet në qiell dhe i vetmi Zoti i vërtet në tokë. Ai është i urtë dhe i gjithdijshëm. Qoftë i lartësuar në lavdi ai të cilit i përket pushteti i qiejve dhe i tokës, dhe i gjithë shkaje që gjendet mes tyre. Vetëm ai ka dieni mbi orën e Kiametit, dhe tek ai do të ktheheni. Ata që u adhuruan në vend të Allahut, nuk do të mund të ndërmjetësojnë për askënd, përveç atyri që dëshmuan për të vërtetën, dhe që e din mirë se s'ka Zot tjetër të vërtet veç Allahut. Nëse i pyet ata se kush i ka krijuar, me siguri që ata do të thonë Allahu. Atëherë, përse largohen prej tij? I dërguari thot: O Zoti im, ky është një popull që nuk beson. Largohu prej tyre, o Muhammed, dhe thuaju: paqe, ata së shpejti do ta dinë. Ha Mim. Betohem në librin e qartë. Ne zbritëm Kuranin në një natë të bekuar. Vërtet ne gjithmonë kemi qenë paralimrues. Në atë natë të zbritjes së Kuranit, vendoset çdo punë e urtë, me urdhrin ton. Ne gjithmonë kemi nisur të dërguar si mëshirë prej Zotit tënd. Me të vërtet, ai dëgjon të gjitha dhe i di të gjitha. Ai është Zoti i qiejve, i tokës dhe i gjithë shkaje që gjendet midis tyre, nëse besoni me bindje. S'ka Zot tjetër të denjë për adhurim, përveç atij. Ai e jep jetën dhe shkakton vdekjen. Ai është Zoti juaj dhe Zoti i të parëve tuaj të lashtë. Por ata argëtohen duke dyshuar, andaj ti prite atë ditë, kur qielli do të lëshojë tym të qartë, që do t'i mbulojë njerëzit, e do t'u thuhet: ky është një dënim i dhemshëm. Mohuesit do të thonë: o Zoti ynë, lirona prej dënimit, ne tashmë besojmë. E si mund të përfitojnë ata nga këshilla, ndërkohë që më parë atyre u pat ardhur një i dërguar me shpjegime të qarta. E ata i kthyen shpinën, duke thënë: ai është një i çmendur i mësuar nga të tjerët. Edhe sikur t'ju lirojmë nga dënimi pak kohë, ju me siguri do të ktheheni në mosbesim. Ditën kur do t'i mbërthejmë ata me forcën më të madhe, ne do të hakmerremi. Përpara tyre ne vum në sprov popullin e faraonit, kur u pat ardhur i dërguari fisnik, i cili u tha: më sillni robërit e Allahut, sepse unë jam për ju një i dërguar, i besuar, dhe mos u madhëroni mbi Allahun, sepse unë po ju sjell provë të qartë. Unë kërkoj mbështetje në Zotin tim dhe Zotin tuaj, që të mos më vrisni me gur. Nëse nuk më besoni, atëherë largohuni prej meje. Dhe ai ju lut Zotit të vet. Ky është vërtet një popull keqbërës. Allahu i tha: ec bashkë me robërit e mi natën, sepse ata do t'ju ndjekin. Lëreni pas detin e hapur, se ata me siguri do të fundosen si ushtri. Sa kopshte dhe burime i braktisën, sa ara të mbjella dhe ndërtesa fisnike, dhe sa begati në të cilat kënaqeshin. Kështu ne u alam trashëgim këto pasuri, një populli tjetër. Nuk i vajtoi ata as qielli, as toka, e as nuk ju dha afat atyre. Ne i shpëtuam bijtë e Izraelit nga dënimi poshtrues prej faraonit, që ishte tiran, njeri që kalonte çdo kufi të së keqes. Ne i zgjodhëm ata me qëllim mbi popujt e tjerë të asaj kohe, dhe u dham shenja në të cilat ka sprova të qarta. E megjithatë, jo besimtarët thonë: ekziston vetëm vdekja jone e parë, ne nuk do të ringjallemi. Na i risillni pra të parët tanë, nëse thoni të vërtetën. A janë këta më të mirë se populli Tubas, apo ata para tyre? Ne i shkatruam ata, sepse ishin vërtet keqbërës. Ne nuk i kemi krijuar qiejt, tokën dhe çfarë gjendet midis tyre,
për të zbavitur. Ne I kemi krijuar ato me qëllim të plot, por shumica e tyre nuk e dinë. Me të vërtet, dita e gjykimit është e caktuar për të gjithë ata. Atë ditë, I afërmi nuk do të mund ta ndihmoj as pak të afërmin, e as ata vetë nuk do t'i ndihmoj kush, me përjashtim të atyre që I ka mëshiruar Allahu. Ai është vërtet I plotfuqishëm dhe mëshirëplot. Pema e zekumit do të jetë ushqimi I gjunaqarit. Si tungji shkrir, ajo do të vlojë në barkun e tij, ashtu si vlon ujë I nxehtë. Engjujve do t'u thuhet: rrëmbejeni atë dhe çojeni në mes të zjarrit flakërues. Pastaj për dënim, hidhni mbi kokën e tij ujë të valuar, duke I thënë: shijoje këtë o njeri I fuqishëm dhe fisnik. Ja, ky është dënimi për të cilin ju dyshonit. Punët drejtët, me të vërtet, do të jenë në vend të sigurt, midis kopshteve dhe burimeve, të veshur në petka mëndafshi të hollë dhe armaç, të ulur përballë njëri tjetrit. Po, kështu do të jetë, dhe ne do t'i martojmë ata me hyri sy bukura. Aty do të kërkojnë çfarë do frutash që të dëshirojnë, e do të jenë të sigurt. Atje nuk do ta provojnë më vdekjen, përveç vdekjes së parë, dhe ai do t'i shpëtoj prej dënimit të zjarrit flakërues. Kjo do të jetë prej mirësisë së Zotit tënd. Kjo është fitoria madhështore. Ne kemi bërë të lehtë Kuranin në gjuhën tënde, që ata të mund të marrin këshilla. Andaj ti prit, se edhe ata vetë po presin. Ha Mim. Ky libër është shpallur prej Allahut, të plot fuqishmit dhe të urtit. Me të vërtet, në qiej dhe në tokë, ka shenja për ata që besojnë. Edhe në krijimin tuaj dhe të kafshëve të shpërndara nëpër tokë, ka shenja për besimtarët e bindur. Edhe në ndërrimin e natës dhe të ditës, edhe në ujin që Allahu e zbret nga qielli, duke gjallëruar nëpërmjet tij tokën e shkretuar. Edhe në ndërrimin e errërave, ka shenja për njerëzit që mendojnë. Këto janë shpalljet e Allahut, të cilat ne t'i tregojmë ty me tërë të vërtetën. Atëherë, në çfarë fjalësh të tjera do të besojnë ata, nëse mohojnë Allahun dhe shenjat e tij? Mirë gjunaqari, gënjeshtar. Ai dëgjon shpalljet e Allahut që I lexohen, e përsëri I ngulmon në mendjemadhësi, sikur nuk I ka dëgjuar ato. Jepi lajmin për dënim të dhëmshëm. E kur merr vesh diçka nga shpalljet tona, ai I përqesh. Për njerëz të tillë do të ketë dënim poshtrues. Para tyre është xhenemi, dhe nuk do t'u vijë në ndihmë asgjë nga ato që kanë fituar, apo nga ata idhuj që I kanë marrë për mbrojtës në vend të Allahut. Ata I pret mundimi I madh. Ky Kuran është udhërofyes në rrugën e drejtë. Ata që nuk besojnë shpalljet e Zotit të tyre, do të vuajnë një mundim të madh, të dhëmshëm. Allahu është ai që ua ka vënë detin në shërbim, me qëllim që anijet të lundrojnë nëpër të me urdhrin e tij, dhe të kërkoni begatitë e tij e të jeni mirënjohës. Ai ka vënë në shërbimin tuaj çka gjendet në qiej dhe në tokë. Të gjitha janë prej tij. Me të vërtetë, në këto ka shenja për njerëzit që mendojnë. Thuaj ju besimtarve që t'i falin ata të cilët nuk shpresojnë në ditët e Allahut, me qëllim që ai ta shpërblej çdo popull sipas veprave të veta. Kush bën mirë, e ka për vete, e kush bën keq, e bën kundër vetes. E në fund, do të ktheheni të gjithë te Zoti juaj. Ne u dham bijve të Izraelit librin, pushtetin dhe profecinë. I begatuam ata me gjëra të mira dhe I ngritëm mbi popujt e tjerë të asaj kohe. Ne u dham atyre udhëzime të qarta mbi besimin, por ata u përçan atëherë kur u erdhi dituria, pasi patën smirë në mes tyre. Zoti yt me siguri do t'i gjykojë ata në ditën e Kiametit për kundërshtitë që patën.
Dhe tani, ne të kemi vendosur ty në rrugën e drejtë të fesë. Andaj, ndiqe atë, dhe mos shko pas dëshirave të atyre që nuk dinë. Ata nuk mund të mbrojnë as pak nga zemrimi i Allahut. Pa dyshim, keqbërësit kanë për mbrojtës njëri tjetrin, kurse Allahu është mbrojtësi i atyre që i friksojnë atij e që ruhen nga gjunahet. Ky Kur'an është tregues i qartë, udhërëfyes dhe mëshirë për njerëzit që kanë besim të patundur. A mos mendojnë ata që bëjnë vepra të këqija, se ne do t'i bëjmë të njëjtë me ata që kanë besuar dhe që kanë bërë vepra të mira, se jeta dhe vdekja e tyre do të jetë e njëjtë. Sa keq që gjykojnë ata. Allahu i krijoi qiejt dhe tokën me qëllim të plotë, në mënyrë që çdo njeri të jetë i shpërblyer për atë që ka punuar, e askujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi. Mendo pak, kush përveç Allahut mund ta udhëzojë atë njeri që dëshirat e veta i ka bërë Zot? Atë njeri të cilin Allahu duke e njohur për të tillë, e ka shpënë në humbje, duke ia vullosur dëgjimin dhe zemrën, e duke i vënë perde para syve të tij. A nuk po kuptoni? Ata thonë, nuk ka tjetër veç jetës së kësaj bote. Vdesim e jetojmë, dhe vetëm koha na shkatron. Ata nuk kanë kurfar dienie për këtë. Ata vetëm hamendësojnë ashtu. Kur atyre u lexohen shpalljet tona të qarta, argumenti i tyre i vetëm është: ringjallni të parët tanë, nëse thoni të vërtetën. Thuaj ju, Allahu ju a jep jetën, pastaj ju bën të vdisni, e mandej do t'ju të bojë në ditën e Kiametit, e për këtë nuk ka kurfar dyshimi. Por shumica e njerëzve nuk e dinë. I Allahut është pushteti i qiejve dhe i tokës, e kur të arri ora e Kiametit, atë ditë mohuesit do të humbasin. Atëherë, të gjithë popujt do t'i shohësh të gjunjëzuar. Çdo popull do të thirret në librin e vet, e do t'i thuhet: sot do të shpërbleheni për atë që keni bërë. Ky është libri ynë, që do t'ju tregoj të vërtetën. Ne i kemi urdhëruar engjujt që të shkruajnë të gjitha që keni bërë. Përsa u përket atyre që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira, ata do t'i pranoj Zoti i tyre në mëshirën e vet. Kjo është fitoria e lavdishme. Ndërsa mohuesve do t'u thuhet: vallë, a nuk ju janë lexuar shpalljet e mia? Por ju shfaqet me ndjemadhësi dhe u bët njerëz të këqij. Dhe kur juve ju thuhet: premtimi i Allahut është i vërtet, ora e Kiametit pa dyshim që do të vijë, ju thoshit: ne nuk e dim që është ora e Kiametit. Ne mendojmë se është vetëm një hamendje, prandaj nuk jemi të bindur. Natyrisht, atyre do t'u dalin në shesh të këqija që kanë bërë, e do t'u bjerë kokës ajo me të cilën talleshin. Pastaj do t'u thuhet: ne sot po ju braktisim në harres, ashtu siç e keni harruar takimin e kësaj dite. Vendqëndrimi juaj është zjarri, dhe ju nuk do t'ju ndihmoj askush. Ky dënim ju erdhi nga që i përqeshnit shpalljet e Allahut dhe u joshët nga jeta e kësaj bote. Atë ditë, ata nuk do të nxiren nga zjarri, e nuk do të pranohet prej tyre asnjë shfaqsim. Falënderimi i përket vetëm Allahut, Zotit të qiejve dhe Zotit të tokës, Zotit të gjithësisë. Atij i përket e tërë madhështia në qiej dhe në tokë. Ai është i plot fuqishmi dhe i urti.